Të nderuar teleshikues, selamu alaikum. Mirë se vini në ciklin ton të emisioneve Familja. Ashtu si çdo e mirë e ka një fund, po ashtu pra dhe e mira më e madhe që është në shoqërinë njerëzore, familja, ose më saktë, trajtimi të kësaj teme në emisionin ton, jemi pra drejt përfundimit. Posaçërisht, ky është emisioni i fundit. Nisur nga kjo, kemi menduar që të bëjmë një përmbledhje ose le të themi një rikujtim të temave dhe pikave kyçe të cilat i kemi trajtuar më parë. Por, për të na ardhur në ndihmë që të realizojmë këtë si gjithmonë bashkë me në studios Hoxha i nderuar Ahmet Kalaj. Hoxha i nderuar, mirë se erdhët. Mirësejgjit. Atëherë kemi folur për institucionin e familjes si një nga institucionet më të vjetra, le të themi pra, që ka trajtuar feja, por edhe vetë raca njerëzore. Të donim një diçka në lidhje me rëndësinë e familjes në Islam pra. Bazamendi dhe qeliza kryesore dhe themeli ku ngrihet domethënë shoqëria njerëzore është familja. Rregullimi i saj do thotë një gur i vendosur ashtu siç duhet në murin e shoqërisë njerëzore. Për këtë arsye dhe Zoti ka kushtuar rëndësi familjes, për këtë arsye ne kemi edukim familjar, jo thjesht edukim prindëror në Islam, por kemi edukim familjar, pasi gjithë familja ka kontributin e vet në mënyrën se si ndërtohet karakteri i individit, i personit, dhe për këtë arsye është kaq e rëndësishme. Për këtë arsye edhe në botën tjetër është i vetmi institucion që vazhdon. Pra familjet do të jenë edhe në botën tjetër, pra normalisht familjet besimtare do të jenë bashkë në xhenetet e Zotit. Pra njeriu duhet të investojë ta ruaj familjen që ta vazhdojë edhe në botën tjetër. Dhe një nga humbjet që ka njeriu në botën tjetër, ai që përfundon në zjarrin e xhenemit, që është përveç se nuk e fiton xhenetin, po humb edhe familjen. Pra njerëzit në xhenem, përveç dënimit, kanë dhe një dënim plus, që është mospasja e një familje. Ndërsa në xhenet, përveç mirësive dhe begative që ka xheneti, ka dhe një gjë tjetër plus, që është krijimi i familjes, pra vazhdimësia e familjes siç ka qenë jetën e kësaj bote. Por fakt duket sikur ky institucion kaq i rëndësishëm në Islam, sot është vënë le të themi përpara sfidës ose krizës ekzistencialiste, pra një fenomen ky që nuk ka ndodhur kurrë më parë. Dhe e bukura e Islamit është sfidant. Pra, ndërveçoritë le të themi që specifike që ka Islami të shumta, ka edhe sfidën. Pra, të përballet me çdo lloj problematike që do të ketë shoqëria njerëzore deri në ditën e Kiametit. E duke qenë se familja është në diskutim, pra me kuptimin si potencial që duhet të burojë për familjes, apo siç e thoni ju ekzistencial, do më thënë që Islami i është vënë mballë kësaj gjëje. Dhe jo më kot në Kur'an është e treta. Përmendet. Jo më kot pejgamberi sa më tha, çdo njeri për jush ka përgjegjësinë mbi familjen e tij. Burri ka përgjegjësinë e tij, gruaja bashkëshorte ka përgjegjësinë e saj, çdo antar i familjes ka përgjegjësi. Për këtë arsye dhe Kurani thau që keni besuar runi vetët tuaja dhe familjet tuaja nga zjarri i xhenemit. Thot Zoti për shembull për Ismailin alayhis salam, kanë ya'muru ahlehu bis-salati. Ai urdhëronte njerëzit, familjarët e tij që të falin namazin. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. I thot Zoti Muhammed alayhis salam, urdhëroi familjarët që të falin namaz dhe mos ju ndaj kësaj gjëje, pra rrin kokë, domethënë në kuptimin mos u tërheq derisa të fillojnë namazin, derisa të jenë të rregullt me namazin. Kështu që Islami, domethënë e ka parë këtë gjë, domethënë si një nga sfidat që do të përjetonte njerëzimi dhe vjen pikërisht Islami me mësimet e veta që familja duhet të jetë, familja duhet konsolidohet, familja duhet të jetë prezente, përndryshe, domethënë kemi daljen e individit nga kontrolli ose shpërfytyrimin e tij. Në disa raste, pra le të themi ky është ekstremi që sulmon familjen, por kemi edhe një ekstrem tjetër i cili i gjendur përballë trosnisë së zakoneve dhe traditave, le të themi, e ka familjen ose martesën thjesht për butafori ose thjesht për shembull të marrë një grua t'ja lesh mamit prindërve ke shtëpia e kështu me radhë, pra
Cilat këshilla në këtë pjesë për zgjedhjen e partnerit? Normalisht ne kemi thënë gjithmonë që njeriu martohet për veten e tij, për nevojat e tij. Për këtë arsye dhe martesa në Islam ka obligim, ka sunet, ka e papëlqyeshme, ka dhe haram. Pra nëse ti do më martu, se do të çosh në vend forcën e traditës dhe të zakonit, pa qenë ti, domethënë ai që e ndjen këtë gjë dhe ka diçka brenda teje, pra që rreh drejt kësaj lidhje, atëherë nuk është, siç thot populli, mos e merr gocën e huaj në qafë kot, e kupton? Pra njeriu martohet sepse e thot Zoti, po edhe është nevojë, le të themi, e natyrshme e njeriu. Dhe për këtë arsye dhe feja, domethënë nuk thot martohu me çfarë del përpara. Islami të orienton që ti gjesh njeriu në bazë të kritereve që, siç tha për shembull, njeriu mund të martohet për bukurinë e një femre, aty mund të ndodhi ndezja. Njeriu mund të martohet për fismërinë e saj, aty mund të ndodhi ndezja. Njeriu mund të martohet për shkak të pasurisë që mund të ketë një femër, aty mund të ndodhi ndezja. Po njeriu mund të martohet edhe për shkak të besimit që ka një femër, dhe aty mund të ndodhi ndezja. Dhe njeriu mund të martohet për 2 ose për 3 arsye, këtu përmendur ose të tjera, aty mund të ndodhi ndezja. Pra njeriu duhet të ketë një ndezje për të lidhur me një femër. Për këtë arsye dhe pejgamberi sa për shumë siç ndodhi në rastin që i tha pejgamberi i Zotit, jam fejuar, tha e ke pa mirë, tha tek syt, pra me kuptimin i ke parë detajet, i je vendosur, i je e qetë. Për këtë arsye ose rasti tjetër që tha po më marton babai, tha pa dashur unë, ose pa më pyet mua, tha pejgamberi Islam, nuk vlen si martesë. Pastaj erdhi prapë tha pejgamberi, dua ta vazhdoj. Tha pse? Jo, tha thjesht desha që të jetë mësim për të tjerët, që mos t'i martojnë prindit fëmijët e tyre, gocat e tyre pa dëshirën e tyre. Pra, Islami ka kushtuar shumë rëndësi kësaj pjese. Për këtë arsye pyetet goca në Islam. Për këtë arsye duhet të ketë opinionin e saj goca në Islam, dhe nuk mund të martohet thjesht nga babai. Pra, nuk është qok. Pra, nuk është, si më thënë, një moment që duhet ta bëjmë. Jo, diçka që duhet ta bëjmë, por duhet të ketë ndjeshmërinë brenda. Për këtë arsye tha Zoti mawaddatan wa rahme. Dashuria është kriteri i rëndësishëm. Qartë. Ose siç themi në gjuhën popullore, ndezja, duhet të ketë patjetër një ndezje. Një shtys, po, diskutohet. Gjithashtu ne kemi folur shumë për drejtat e detyrimet që kanë anëtarët e çiftit, por që sot le të themi rregullesh që nuk interesojnë fare ose nuk merren fare me këtë pjesë çiftet. Pra çka këshillë kanë këtë pjesë? Për këtë arsye ne themi domethënë që martesa është njësoj, le të themi, si një kompani ortakërie, një kompani domethënë aksionere, ku palët duhet dinë se çfarë të drejtash gëzojnë dhe çfarë detyrimesh kanë. Për këtë arsye Islami thotë të drejtat e bashkëshortit dhe detyrat e bashkëshortit, të drejtat e bashkëshortës dhe detyrat e bashkëshortes, të drejtat reciproke, detyrimet reciproke. Pra nuk si çdo, a themi që është një shoqëri aksionere, shpirtënore etj. Po duhet dim unë si ortak kush janë ato benefitet dhe kush janë drejtat e tyre, njëjta gjë. Për këtë arsye domethënë Islam i është vënë pika mbi kësaj gjëje në hutben e lamtumirës. Pra, keni parasysh, burri 1 2 3 4, gruaja 1 2 3 4. Pastaj tha atë formulën e përgjithshme, më i mirë në mesin tuaj është që është më i mirë me bashkëshorten e tij. Pra, domethënë patjetër që ka ca detyra kjo punë, ka ca përgjegjësi kjo punë, nuk ka dyshim. Për ndryshe pastaj vjen divorci, vjen kriza në familje, vjen stabiliteti. Duhet të ketë përgjegjës, duhet të ketë dikush që jep llogari. Pra nuk mund të jetë çfarë dali, jo, nuk mund të jetë. Nuk mund të jetë. Patjetër që ka ca gjëra që janë për të vëllazë obligime dhe detyrime familjare. Pastaj çfarë mund bësh ti plus Allahu ta shpërbleft. Po një herë duhet të përgjigjesh detyrimit, një herë duhet të bësh obligimin. Pastaj vjen çfarë dali kur i thon. Po kështu dhe gruaja njëjta gjë. Ka disa detyrime një herë ajo. Pastaj çfarë mund të bëjmë më tepër, Zoti e shpërbleft. Gjithashtu ne kemi folur se roli i mashkullit është të qenë lider. Pra, jo një autoritet imponues, jo një autokrat në thojza, por që konsultohet dhe merr në konsiderat pra familjen. Sot si është e vërteta në fakt? Çfarë roli ka mashkulli në familje? Zoti thotë qawamun, qawam është puna e shtyllës
si puna e shkopit që man çadrën, ke parasysh çadrën ku strehohen njerëzit, është një shkop që ngulet mes dhe pastaj stabilizatori. Po. Burri ka, domethënë, atë përgjegjësinë kryesore, sepse ka, le të themi, një njeri duhet të mbaj barrën dhe peshën dhe përgjegjësinë për çdo gjë që ndodh. Nuk është puna se burri, domethënë, është diktatori apo burri është ai që spyt njëri, nuk është e vërtetë, sepse ne kemi raste që thot Islami, kur burri gabon nuk dëgjohet. Kur burri ja fut kot nuk dëgjohet. Kur burri me vendimet e tij dëmton jetën bashkëshortore apo jetën familjare, nuk merret në konsiderat, siç është rasti i Hindit që kemi përmend për shembull rastin e Ebu Sufjanit. Kështu që kur themi që burri është lideri, ai domethënë duhet të jetë lider i vërtet. Jo domethënë një lider pa prezencë ose pa vepra ose pa vlerë domethënë. Pra nuk është puna se domethënë ty shoqëria të njeh se ti je i zoti i shtëpisë. Puna është ti në të vërtetë sa je i tillë. Domethënë pejgamberi dhe nuk të bën autoriteti i stisur ty liderin apo të parin e shtëpisë apo të zotit të shtëpisë, ty të bën shërbimi. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pastronte, milte delet, qepte, arnonte. Ai ishte profeti i Zotit, ishte kushiste, ai ishte kryetari i familjes, ishte kushiste, mirë po shërbimi. Pra familja i dobishëm. Pa është proverb arabe që thotë shërbeju njerëzve se atëherë ju robëron zemrat. Pra, në momentin që ti shërben, ke robëruar zemrat. Ky është lideri i vërtet. Ky është autoriteti i vërtet, për një autoritet i fituar me dashuri, edhe jo një autoritet i stisur. Gjithashtu, kemi përmendur pak edhe pjesën e ndërhyrjeve familjare dhe problemeve që bëhen, pra sidomos shoqëria është shoqëri që zakonisht jeton me të afërmit dhe ndërhyrjet janë normalitet, le të themi. Pra deri ku duhet të jetë caku i ndërhyrjeve tek çifti? Origjina është që çifti duhet ta zhvillojë jetën bashkëshortore pa influenca të jashtme, pa transferim, le të themi, interferencë valësh. Pak deklarata forte se këtu është rregull është e kundërta. Kështu duhet, domethënë çifti i sheh vet punët, i sheh vet prioritetet, i sheh vet çfarë është në dobi të tyre dhe të fëmijëve të tyre. Kjo është baza në Islam. Dhe kjo është e vërteta, dhe kjo është e drejta, dhe kjo është e sakta. Kjo nuk do të thotë që të përjashtohen prindrit, sepse prindrit, domethënë, kanë edhe ata pjesën e vet tek djali, kanë edhe ata pjesën e vet tek niprit dhe tek mbesat. Për shembull, le të themi, ndoshta nusja nuk i shkon fort muhabeti me vjerën dhe me vjerën, po kjo nuk do të thotë që ajo të bëhet pengesë që vjerët dhe vjerat të kenë raporte të mirë me niprat, me niprit dhe me mbesat. Nuk ka të drejtë. Ktu ajo po bën zullum, po bën padrejtësi. Gjithashtu, domethënë vjerit dhe vjera, nëse shohin diçka që nuk shkon nga djali i tyre, nuk duhet bëhen krah me të. Përkundrazi duhet bëhen krah me nusen. Po kështu dhe vjerit dhe vjera nga ana e nusës, nëse shohin tek goca e tyre diçka që nuk shkon, diçka që nuk është në rregull, duhet bëhen krah me dhëndrin. Kjo është ndërhyrja e shëndetshme. Ky është interferimi, okay. Në momentin që interferimi është, domethënë, duke u bërë pal, duke mos parë se ku qëndron e drejta dhe e vërteta, thjesht duke dalë në mbrojtje të djalit apo të vajzës vet, edhe pse e vërteta mund të jetë me palën tjetër, ky pastaj është interferim i dëmshëm, kjo është ndërhyrje e gabuar. Në momentin që është në shërbim të ruajtjes familjes, në momentin që është në afrimitet, në momentin që është kontribut për të zbutur, le të themi, në momente të caktuara ftohjen në çift është pozitive. Në momentin që ndërhyn duke e thelluar edhe më shumë ftohjen apo përçarjen, apo duke thënë ka, unë di rast, për shembull, thotë, fjala e parë që i thotë prindi vajzës, s'ka gjë bia ime ndau se të mbaj babi. Po ky nuk është vetëm baba, nuk është ky. Ky mund të jetë gjithçka. Ose thotë për shembull babai i djalit, ajo s'është e jona, na ka ardhur në shtëpi, lëshoja apo largoje se zotëri, domethënë, tu pastaj futesh tek mallkimi. Si rasti i parë dhe si rasti i dytë. Gjithashtu për këtë debatin, sepse rregulla thotë në Kur'an, ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Bashkëpunoni për të mirë,
Pra nëse ndërhyrja dhe interferimi është në të mirë, është okay. Në momenti që është jo për të mirë, atëherë futet tek nisin problemet. Gjithashtu kemi folur për le të themi atë debatin e vjetër nusë e vjerë. Pra le të themi që ndoshta është në fillim të njerëzimit. Një këshill për vjerë dhe për nusët në këtë pjesë. Konsideroje nusën si vajzën tënde dhe mendo për vajzën tënde që e ke dhënë diku. A do doje ti që goca jote trajtohej në këtë formë? Po kështu për nuset, trajtoje vjerën si nëna jote. A do të dëshiron si vetë nesër? A do të dëshiron, po, kjo dhe kjo tjetër. A do të dëshiroje ti që nusja e vllajt tënd ta trajtonte vjerën tënde siç trajtonte vjerën tënde? A do doje ti që nusja jote mas 15 vitesh apo 20 vitesh të trajtonte ty siç po trajtonte vjerën tënde? Kaq. Nëse përgjigjet të del po, okay, je në rregull. Gjithashtu, hasim shpesh, le të themi, meshkuj që kërkojnë gra perfekte. Ose e kundërta. Ose nga ana tjetër, se pa gra që kërkojnë burra perfekt. Gra që duan burra perfekt. Ose burra telenovelash. Burra telenovelash. Po. Pritshmëritë kanë shumë të larta, krahasimet me shoqet, edhe në këtë pjesë për një mendim ju, një këshill. Jeta është më e bukur se sa telenovelat. Telenovelat janë mashtrim, telenovelat janë marketing. Përkundrazi nuk janë bërë vetëm se për të shkatruar familjet. Mënyra se si krijohen lidhjet, mënyra se si bëhen tradhtit, mënyra se si krijohen ato lidhjet fluide në dëm të familjes, nuk janë gjë tjetër vetëm se për shkatrimin e familjes. Jeta është gjë tjetër. Jeta ka sfidat, jeta ka sprovat, jeta ka të ëmblat dhe jeta ka idhësitë e veta. Dhe kjo e bën të bukur jetën. Kështu që ne nuk duhet të ndikohemi, ne duhet të kënaqemi me jetën që na ka falë Zoti dhe ne të mundohemi që atë, domethënë, ta kthejmë në një burim mirësie dhe jo, domethënë, ti shohim gjërat si film. Nuk janë film. Jeta është shumë e bukur, me vështirësitë e saj, me hallet e saj, me sikletet e saj, me të mirat e saj dhe me të këqijat e saj. Kjo është këshilla ime, domethënë. Dhe gjithashtu kemi përmendur me që jemi ke telenovelat dhe ke filmat, pra që e vetme gjë që nuk trajtohet është sjellja në familje. Dhe këtë ta plotson, pra kemi thënë, feja dhe sidomos feja islame. Ku mund të orientohen njerëzit, pra përveç emisionit ton, edhe në referenca të tjera që marrin më shumë rëndësi. Në përgjithësi, domethënë, ka trajtesa interesante, qoftë në gjuhën shqipe, qoftë në gjuhën angleze, mbi familje dhe mënyrën se si duhet të jenë të ndara rolet në familje, obligimet, detyrimet. Po gjëja më e bukur si gjithmonë është libri i Zotit, Suneti i pejgamberit alayhis salam, jeta e sahabeve, jeta pra e brezit parë, e brezit dytë. Domethënë ne duhet të kemi shembujt ton, jo vetëm shembujt, le të themi, për mënyrën se si falemi dhe agjërojmë, po edhe shembujt për mënyrën se si jetohet në familje, për mënyrën se si, domethënë, ngrihet jeta në familje. Për këtë arsye kam pyet një herë, kanë parë Imam Ahmedin rahimahullahu taala që kur i ka vdek bashkëshortja ka qarë dhe kanë pyet si e ke kaluar me të. Ka thonë, domethënë, ka thotë kam qenë i martuar me të kaq vite, përmend shifrën, thotë dhe nuk ka ndodhur mes nesh, thotë asnjëherë asnjë zëng. I thot ai po si arritet, domethënë, sepse është e pamundur. Thot, dëgjoj, kur më shifte mua ajo të mërzitur, mundoha ajo ta zbuste situatën edhe të mbledhatonte derisa të mikte mërzia. Dhe nëse e shihja unë atë të mërzitur, bëja unë rolin e zbutësit situatës, domethënë të rregullimit të ambientit e kështu me radhë. Pra duhet patjetër të jetojmë në këtë lloj forme. Pra dikush duhet sakrifikoj për të mirën e përgjithshme. Dikush duhet të rriqet, dikush duhet të bëj rolin sikur nuk sheh, sikur nuk pa çdo detaj. Pra, le të them, nuk kërkohet fajtori, por përpiqet gjehet zgjidhja dhe të ketë harmoni familje. Pra, perfekcion nuk mund të ketë. Pra, nëse duam një bashkëshort perfekt, e gjejmë në xhenet. Nëse duam një bashkëshorte perfekte, do ta gjejmë në xhenet. Ne do të jemi perfekt mbasi të shkojmë në xhenet. Kurse në këtë botë normalisht do të kemi, le të themi, mangësitë tona, tmetat tona. Puna është si t'i rregullojmë apo të durojmë ndaj këtyre mangësive dhe tmetave. Gjithashtu një temë interesante që kemi trajtuar është dhe sa ndikojnë mëkatet tek marrëdhënia në çift. Absolutisht që po. Çdo mëkat ndikon
në le themi në shoqërinë njerëzore e jo më në raportin në çift. Sikur banorët e fshatrave, sikur banorët e vendbanimeve të friksoheshin Zotit, thot Zoti në Kur'an, do të zbrisnin mbi ta mirësitë e qiellit dhe do të dilnin për ta mirësitë e tokës. Lo an ahlul qura amanu wattaqu deri në fund. Kjo funksionon në familjen e madhe njerëzore dhe në familjen më të vogël ose në bashkësinë më të vogël njerëzore që është familja. Pra njerëzit sa më afër Zotit të jenë, sa më afër veprave të mira të jenë, sa më larg mëkateve dhe gjunave të jenë, aq dhe më e mirë do të bëhet jeta e tyre bashkëtorë. Nuk ka dyshim se namazi, largim nga gjunahet, bashkëpunimi si familje në vepra të mira, në namaz, në lëmosh, në iftare, në shëfyre, në një mirësi që po bëhet, gjithë anëtarët e familjes japin diçka, padyshim që do të ketë efektin e vet. Dhe futja e gjunave në familje dhe lënia e saj pas një lloj, le themi, pas një lloj tërheqje, vërejtje, normalisht do të japi efektin e vet. Shkatron familjen. Gjithashtu kemi theksuar edhe komunikimin çift. Pra pasi kemi parë që është një nga, le të themi, statistikisht nga shkaqet kryesore të divorceve. Sa rëndësi jep Islami komunikimit në çift? Komunikimi në çift, domethënë është pjesë e domosdoshme një mbarvajtje të mirë në jetën bashkëtorë. Flasit fjalë të ëmbla, komunikimi mirë, se komunikimi është edhe... Jo, komunikimi e folura. E folura në vetvete. Për shembull, ka ndodhur një rast që po shkonte puna drejt ndarjes. Pse? Se burri kishte ngarkesë shumë të madhe. Dhe gruaja i thoshte me drejtor, po ky është veçuar dhe izoluar. I thash, po pse vëlla nuk fle, tha kam ngarkesë shumë të madhe. Po mirë më vëlla, thash, këtë ngarkesën e madhe që ke, ndaje me gruan o burr. Tregoj që djali si është puna, kam këtë problem. Jo vetëm që shkarkohesh, po edhe mund gjesh në zgjidhje. Qartë. Siç ka pas bëllë profeti alayhis salam që konsultohesh. Kështu që nga një këtë ngarkesën e madhe, në momentin që e ndaj me gruan, ore sikur edhe me zgjidhje mos më zgjat para gruaja ty të mirë kupton. Që ti se ke mendjen ti jesh ai romantiku, ai e ku di sepse normalisht po falimenton apo ke një problem shumë të madh, dikush ka prerë mbesë etj. Unë nuk jam dakord që të jepet çdo detaj, po edhe ca gjëra le të futet në linjë. Po kështu dhe gruaja duhet të komunikojë me burrin e saj, problematikat e saj, le të themi me fëmijët, apo ku dëgjon etj, apo me shoqet, nuk duhet të reflektojnë raportin e saj me burrin e saj. Atëherë bëjmë një shkputje shkurtër dhe rikthehemi sërish në studio. Të nderuar teleshikues, ja pra kur rikthehemi sërish në studio. Atëherë hoxhë nderuar, le të themi divorci nuk është zgjidhje. Pra, zgjidh martesën, por ndonjëherë është zgjidhje, por rregulli është që nuk është zgjidhja e parë. Duhet luftuar. Pra nuk duhet të jetë zgjidhja e parë, nuk duhet të jetë gjëja e parë që na shkon ndërmend. Pra, le të themi kush është paralajmërimi për pushimin nga puna, le të themi të partnerit. Si pra, para se shkosh në divorc, a ka le të themi mukaddimat, a ka si arrihet pra paralajmërohet partneri, si është procedura le të themi? Gjithmonë, domethënë është mirë që gjërave të jepet zgjidhje përpara se të shkojë situata drejt divorcit. Problemi është se nganjëherë problematikat mbulojnë njëra tjetrën dhe ndodhemi përballë faktit kryes që s'ka zgjidhje më, se nuk di çfarë zgjidhesh përpara. Po kush ndërhyn këtë moment? Pra, do të hyj shoqëria, psikologu, imami. Tani shisi është puna, domethënë mund të jetë diçka që çifti e kupton vetë që nuk po shkon mirë dhe mundohet që le të themi çdo situatë ta zgjidhin vetë. Dhe në momentin që këta e humbin, le të themi pjekurinë ose e humbin urtësinë për t'i kapë gjërat atëherë patjetër duhet të kalojmë në një seancë, le të themi konsulence, ndërmjetësimi, arbitrimi. Këtu mund të futen lojë prindrit e djalit, këtu mund të futen lojë prindrit e vajzës për mirë gjithmonë kur bëhet fjalë për rregullim. Këtu mund të futet edhe dikush i jashtëm. E rëndësishme është që domethënë ti shkojmë problemit në fund, se çfarë ndodh ndonjëherë me këto takimet,
Pra trajtohet një problematik, trajtohet maja e gjës, ndërkohë që nuk i shkohet problemit deri në fund. Pra le të themi merremi me pasojën, merremi me atë që ka ndodhur, ndërkohë që ne nuk shkojmë në rrënjë të muhabetit. Pse ndodhi kjo gjëja? Ky konflikti, ky debati, le të themi kjo zënka, kjo goditja, nga erdhi, nga buron. Pra zgjuarësia dhe mençuria është që të shkojmë gjës në rrënjë, në burim. Aty pastaj aty fillon zgjidhja e vërtet dhe pastaj jepen orientime dhe këshillat. Pra, le të themi divorci nuk është zgjidhje, por është zgjidhje atëherë kur nuk ka zgjidhje, kur nuk ka më dhe dështojnë, le të themi, gjitha rrugët për të shkuar drejt një marrëveshje, drejt një mirëkuptimi, drejt një, le të themi, gjuhë të përbashkët, atëherë. Po vetë procedura e divorcit pastaj si e Për trajtojmë herë tjetër, për këtë arsye dhe divorci në Islam nuk është një herësh. Kemi, le të themi, 3 faza, siç e kemi përmendur në emisionin e fundit, më duket, kur kemi thënë që kemi fazë të parë, fazë të dytë, pastaj është faza e tretë që mbaron gjithçka. Gjithë ideja është çdo fazë ka pauzën e vet. Dhe kjo pauzë shërben që palët të reflektojnë. Edhe burri, po edhe gruaja. Gjithë secilit kuptoj ku ka gabuar dhe çfarë po humb. Pra shumë e rëndësishme në jetën bashkëtorë të kuptohet se çfarë po humbin. Sepse shumë prej njerëzve bëhen pishman, masi kalon 1 vit apo 2 vit dhe e kupton me fjalë, reflekton, po puna është ai më në kohë për të rikuperuar situatën. Puna është që ne, domethënë për këtë arsye dhe Islami e ka bërë me pauza, e ka bërë me ajde që i thonë, në mënyrë që palët të reflektojnë që palët po. Mos t'i japin në fund, qysh në fillim, domethënë. Po kujdesaria e fëmijës, pra kujt i takon, le të themi rast divorci? Atëherë, normalisht që në këto raste, domethënë referohemi tek traditat dhe tek zakonet, po në Islam shihet kush është më i dobishmi në edukimin e fëmijës. Si më thonë, shihet si prioritet përfitimi dhe dobia e fëmijës. Nëse shihet se duke ndëjtur tek babai është më e shëndetshme në edukimin e tyre, në rritjen e tyre, rrin tek babai edhe pse është nëna akoma, edhe e kundërta nëse shihet që nëna është më e dobishme në rritjen, në edukimin e tjetër. Në origjinë, pra bazike në këtë gjë është nëna. Pra në Islam, nëse fëmijët janë para moshës, le të themi 8 apo 9 vjeçare, rrin me nënën, sepse ju ofrohet ajo që s'u ofron dot babai. Në momentin që fëmijët janë, le të themi, në moshën 9, 8, 9 e kështu me radhë, ju jepet e drejta të zgjedhin. Pra mes babait edhe nënës, pra fëmia ka koshiencë dhe sheh se ku mund të zgjedhë. Pastaj në moshë madhore, pastaj çështja është më e lehtë sepse edhe përgjegjësitë dhe detyrat që kanë prindërit janë më ndryshe. Pra gjithë ideja është, domethënë, të shihet si prioritet, domethënë dobia dhe përfitimi i fëmisë dhe mosdëmtimi i tij. Kjo është kryesore, domethënë. Normalisht që këtu ndikohet nga medhhebet, pra mënyra se si gjykohet nga medhhebet dhe shkollat juridike, po edhe ligjet ndonjëherë, pra ti ndonjëherë je në një lloj situate që nuk mund të bësh gjithçka, po do të përmbash, le të themi, legjislacionit, i cili në përgjithësi është në favor të fëmijës dhe të edukimit të fëmijës, nëse do të funksiononte ashtu siç duhet. Në përmbyllje, pra, para se ju të na jepni një këshill, le të themi, të gjithëpërfshirëse për çiftet, për familjet e kështu me radhë, le të themi nëse familjet do të aplikonin fen, pra Kuranin, traditën profetike, sa do ndryshote pra marrëdhënia në çift? Absolutisht do të ishte shumë më afër, le të themi, perfeksionit. Sepse domethënë Islami dhe feja nuk orienton vetëm se tek ajo që është më e mira dhe më e dobishmja. Edhe në rastin e familjes, ruajtjes familjes, konsolidimit familjes, lumturimit të jetës në çift dhe lumturisë bashkëtorë, Islami kushton shumë prioritet, shumë rëndësi. Domethënë vetëm një moment për shembull le të themi, Islami është marrë edhe me puthjen. Është transmetuar që profeti Islam puthte shumë bashkëshortet e tij. Detaje që domethënë nuk janë dhënë kot. Ai të ka dhënë një sinjal shumë të rëndësishëm. Rëndësia e familjes. Ne në jetën bashkëshortore nuk kemi marrëdhënie diplomatike. Ne në jetën bashkëshortore jemi trup, jemi një trup, jemi një trup.
Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum, si një trup me tesha. Mboles. Po, a mund të rri njeriu pa tesha, nuk mund të rri pa rroba. Kështu është edhe jeta bashkëtorë. Kështu që më mbulon të metat rroba mua dhe unë zbukurohem me të. Kështu do të jetë edhe jeta bashkëtorë. Të mbulojmë të metat e njëri tjetrit, të japim sigurinë dhe qetësinë njëri tjetrit, të japim, le të themi, autoritetin përballë të tjerëve nëpërmjet njëri tjetrit. Rroba për çfarë shërben? Për të mbuluar të metat, për të dhënë autoritet, për të dhënë siguri dhe qetësi dhe për të shërbyer në ftohtë, për të mbajtur ngrohtë dhe në nxehtë për të mbajtur fresk. Kështu do të jetë jeta bashkëtorë. Jeta bashkëtorë duhet të mbulojë të metat, duhet të ketë shërbimin, duhet të ketë sigurinë dhe domethënë duhet të jetë domethënë qetësi, burim qetësie, rehatie. Atëherë Hoxhë nderuar, çfarë këshille mund të na jepni përgjithësi për familjen dhe për çiftet që jetojnë në popull? Atëherë duhet ta shohim familjen si një dhuratë dhe amanet. Pra dhuratë nga Zoti, se në fund fare kur bashkohet një çift, kur krijohet një familje, është prej Zotit gjëja, dhe duhet ta shohim këtë si një dhuratë dhe amanet. Dhe njeriu kur ka një dhuratë të shtrenjtë dhe një amanet të rëndësishëm, sakrifikon. Duhet sakrifikojmë që ta mbajmë, që ta ruajmë në mënyrë që të jemi edhe këtu, edhe në botën tjetër. Hoxhë nderuar, ju falenderoj në emër të teleshikuesve për kontributin e hyrë që na dhat, për metodologjinë që ta sjellësh sa më afër dhe sa më të kuptueshme, pra, qasjen teologjike islame ndaj popullit ton, pra në një mënyrë të qasshme për të gjithë. Gjithashtu dhe ju teleshikues nderuar, ju falenderoj për vëmendjen që na kushtuat pra në këto puntata, por duke mos harruar që problemet që keni në familje nuk janë probleme individuale, por është një industri mediatike e cila ndoshta ka punuar kundra familjes, por janë dhe faktorët e brendshëm, përfshirë pra dhe cytjet e shejtanit, dhe gjithashtu kënaqni Zotin në momentin që luftoni për ta mbajtur lidhur familjen tuaj. Zoti shpërblefra për vëmendjen që na keni kushtuar. Asalamu alaikum.